Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Në qytetin e Tiranës, diçka nuk po shkon. Dikur, ai ishte një nga figurat më në zë, medalje të shumta në intervista, klipe muzikore, seriale, filma dhe gjithandej. Unë personalisht, ai Dashtino, jam investuar të hedh më shumë dritë në këtë. Ai është shtetasi Romeo Veshaj, 30 vjeçari nga Vlora. Her pas here, në Instagram, e mbulon i vllai vet me ndonjë postim sa për të thënë që i kemi një nga binjakët. Romeo ka kohë që është zhdukur nga ekrani. Dikur, ai ishte në qendër të vëmendjes edhe për lidhjen e tij me Heidi Bacin, por edhe për të qarat që ai bënte si një djalë i ndjeshëm. Por gjithçka ndryshoi kur Romeo Veshaj sulmoi. Ai u hodh në treg me një serial së bashku me artisten dhe këngëtaren Elvana Gjata. Pas suksesit me enët e kuzhinës, kaploi heshtja. Romeo Veshaj u zhduk. Postimi i tij i fundit ishte në 26 janar 2025, në një postim ku ai tregohej falenderues për eksperiencat e tij. Ndërkohë, ne menduam se mos Instagrami i kishte bërë logout Romeos dhe ai kishte harruar passwordin. Por jo, ekspertët e mi dhe unë i zum pritë Romeos për të parë se çfarë bënte. Ai është parë së fundmi në ambiente të mbyllura, me shumë hekura dhe me drita fluoreshente. Këto ambiente quhen ndryshe palestër. Ai ka postuar në Instastorin e tij këtë foto nga palestra, ku dukshëm është me një kanatiere të zezë dhe fytyra mbetet e pazbuluar. Gjithashtu, ai na tregoi që ka edhe një kanatiere të bardhë në momentin kur postoi këtë foto, një kanatiere e cila mund të jetë e larë në 90 gradë. Por, ajo çfarë vjet re është që ai del në foto duke shtrënguar muskujt, gjë që tregon dominancën. Por kujt ja tregon dominancën Romeo Veshaj? A janë këto kode të fshehura që ai po jep? Ndërkohë, në studion përballë të Donald Veshaj po kullon art. Artisti shpeshherë ndan me ndjekësit e tij foto nga punime të ndryshme, por ajo çfarë tërheq më shumë vëmendjen janë pëlqimet dhe komentet që Romeo Veshaj bën. Le të lexojmë disa prej tyre. Në një postim, Romeo Veshaj shprehet: "Artisti im i preferuar", shoqëruar kjo me një zemër të kuqe. Në një foto tjetër, tekstualisht ai shprehet: "Këtë herë po të shkruaj nga adresa ime, jo nga ajo falso. Je i rrallë." Pra me sa duket, Romeo Veshaj është aktiv në Instagram, por me sa duket është me njerëzit e tij që do më së shumti. Çfarë fsheh Romeo Veshaj? Dhe meqense u vetë deklarua që e kishte një akaunt falso, natyrisht na lind pyetja: a e ka zbuluar vallë Ronaldo Sharka këtë akaunt apo jo? Përse e mban Romeo Veshaj një akaunt falso? Mos vallë ai ndjek persona që nuk duhet të ndjeki, dhe specifikisht persona me inicialet HB, dhe gjitha kjo mbetet në kuadër të pikpyetjeve. Por, do të kalojmë një pistë tjetër. Në një video që ka bërë xhiron e rrjetit, Romeo Veshaj shfaqet në një tavolinë të rrumbullakët arturiane, së bashku me kalorësit e tij Wakanda Forever. Dhe në këtë video, ai shfaqet duke kënduar lapçe. Me sa duket, Romeo Veshaj duket që po i shijon momentet e tij jashtë kamerës, edhe pse me ne ndan fare pak detaje. Unë personalisht vendosa t'i shkruaja Romeo Veshaj, por deri tani nuk kam asnjë përgjigje. Me sa duket, Romeo Veshaj po i shijon këto kohë në qetësi. Romeo, kudo që të jesh, ti do jesh në zemrat tona. Ky ishte edhe Detektivët për këtë javë. Shihemi javën tjetër me një mister edhe më të errët. Andale!